Se unë që shteni, ti sa boj, që 3 ditë nuk flejnë. Po me në morë me mërë. Ajo e banore që toa? Që 26 vjetë jetën që toa? Po. Me kanë? Me nip, ja, a me nip e me mesa e rënojna bashkë. E, kur e ke marrë vesh që ka me të shankja? Shpia? Kur të kanë lejmru? Pa ta kanë lejmru ka gjamati, po hanë sot dhe hanë esra që shthejshin ata del, edhe banes s'pët gjoj, s'pët paguj, qësh me do në më lëshu? Dhe me thonë, asë nuk kanë thirë me të vetë, a e interesume me japa, kena me shpërëndësu, kena me... Ja, kur gjohesh? Ja, Vesh kur të kanë lejmru që... Po, kena me orë me rënu dhe qështu. Dhe me thonë, ty ti kanë qëtë të pale ata komuna me demek në banka, po? Kanë qitën, kanë thonën, po. Më kanë thonë 35.000 euro brinjë, po ti asë një garorë së në merë me 35. 35.000 midis qendrës Lipjane? Midis qendrës Lipjane, qasi gjenjen. E për çka arsitimi, çka përdojnë me bo këtu? Arsitimin? Interesi vetë, se pak kanë morë knena që kanë qelë, veç edhe aty përdojnë me fitu për mi. Ti a kemi pranu, të pranë të nëse vinë me prish, edhe me bo? Jo, në me pranu het, E kur të vinë pranë të me bager? Po në të vinë me bagere, me helikoptere, me krejtë të vinë. Shka me bone? Po, ata ka vytë me thonë në ndetri me pas thonë, se që ravena, pimarujnë, dërtesat, 2 për një pjopin, 2 banesa për një, edhe me qef, po thotë, apo del, as po del. A unë e 26 vite që e kumë ble, erënëj qatë. A i nëse përna për të lakë shiu? Qërti, burim ka vdek, unë që qike kam edhe mesat edhe limpin. Vetë jam burri, ka dek një përri me mund stanë në, edhe mesat rinë një, nëse 3 mesa i kam, rinë me renë. Si, a ke qunë pa di, në në gjykat këtë landën, po, se po është me këta banë Po tjerë? e këna, ju vëllohina, ju e këna me dinën, po. Zja, okej. Po, Edhe aty në atë pa di ke kalzu që s'kine pranu këtë farë ofertën e tyne? po, qashtu. Po më në qëshja, po më në qem. Po. Në gjithë qarë. A me monë dorë Se ta? unë Po që e di. shteni, ti sa boj, që 3 ditë nuk flejnë. Po me me morë me menë, po me me morë me menë. Po me me morë me menë. Okej. Je vajza e? Nesa, okej, po, okej. Për herë të parë që ka një plojmen që janë të dosht mu bu një plan i ri për me ndresh diçka Lipjanën, u konë 2022-ën. Edhe krejt plani tyne u konë që është shumë urgjente. Edhe që janë të dosht urgjentisht me i rëzu banesat për me bu porkun edhe për me bu sheshen. Edhe si pas mendimit tyne se u konë shumë urgjente, kjo plan nuk ishtë ty fare dhe në 2026-ën, po i shkry në 2022-ën. Edhe gjdo lajm që kam pru, edhe gjdo dokument që e kam pru, kam thonë është urgjente, po në fakt s'u konë kor urgjente, se kjo pun i shkry mate. E tash, pëse për të shëni që u bo urgjente? Po, këto është, diçka është në ekstrem shumë e pa drejt, edhe mendoj që vi që kam ecë si një gjithpon me një me thupra, edhe që të do shtaj personalisht, vi që me bukit san, vi që me vërtetu sa shumë peshko ai... Veç për të me kalëzëm së fuqin e tina? Po, veç me se nuk fuqia nuk trajtojët me civil... Po ideja në kryetari komunës është që pëtë ma shumë për shtetaj? Po dhe edhe është... Se me ekzekutu për shtetin të jo? Edhe është fakti që nësa ai ka dosht me bu që samë për Lipjan, ai mas pari kish këshyr... Po ju a i një të Lipjanët, që sa jetojnë ta këtë? Të njëtën tem, na jetojnë atë që të... Po dhe? Po për ata për thamë, që nëse është kryetari i Lipjanët, atë të më kujdes për shtetarit i Lipjanët. Prioriteti tina të të më konë qytetarët, jo dërtimi Lipjanët. A ja merë juve që perimet për park e ka kja? Jo, nuk e... Qysh për... Ndërtim? Ndërtim e ka, ju për parë se mujna na edhe pak me folun edhe pak, si thash, se kjo me pare qytetit ku dënë me shpërënsu këto, edhe me adhon një ndërtusit privat, dhe me thonë me pare qytetit e shpërënësën, e banë prënd qytetit, tani e jep dikore e shfridzim. Jep ka dhonën privatnika në shfridzim e ndërtu. Po privat edhe ju jeni? Po jena për neve për na shkelet e drejta. Neve për na shkelet e drejta... Okej, a për me jep mikrofonit tina? Po, edhe nisan, po. Për mas pare, ka shkoj ka bu shpënsimin, krejt këtë banorve që janë këto, pa asni miratem, pa asni nënshkrem, pa asni procedur ligjore. Kjo është diçka që ka shkel jo veç drejtën e njeriut, po edhe të drejtat si drejtat ligjore për shpërnsim, për pronësi, si e kena këshyra të neni por për pronësim, është gjdo njeri e ka të drejtën për me... Ka në metë në protestrada ka posë edhe shpia midis autostradës dhe sa u ka pranuar me e bo. Se që ashtu shkojnë, e ju me shku me ta morë pronën tonë pa pik arsye.
krejt që ndërtesë edhe këtë banur të këtuajt jena në ekstrem tëth me janë i tjetrit edhe kena banu në këtë ndërtesë me vite me rol. Edhe këtë jena në ekstrem tafërt me janë i tjetrin edhe kjo është një banesë që ka dhe kujtime emocionale edhe nuk është veç banesë veç hajt, po nuk është veç bloka. Se të shkon veç bloka, për din edhe neve nuk na kesh interesu edhe na kesh shumë e këshëm dom bloke. Po këtë ideja që këtu janë rritë gjenerata. Po është rritë gjenerata edhe ka shku gjenerat mas gjenerata edhe nuk është veç hajt. Janë lidhje dhe emocionet, janë lidhje. Po, kuptoj. Edhe ju na këto nuk e lëshojna, edhe na jena këto deri në minutën që na u japën të drejtat e tona back, edhe derisa ata na pyesin çka jena tu doshna, edhe derisa ti miratojnë këtë drejtat e tona që çdohet. Po, dhe mbi të gjitha me respektu ligjin. Po, normal. Se këta nuk janë jo veç që nuk janë tu na respektu si person, po nuk janë tu i mojt drejtat e njeriut, nuk janë tu i trajtu të drejtat e njeriut. Se ai si kryetari i komunës, ai maskori do të me pos prioritet me i mishë drejtat e njerëzve, qytetarëve të vetë, e thani mishë interesat ekonomik. E vërtet. Faleminderit shumë, shimit të premtën. Faleminderit shime.